Mirë mbrëma. Dashur lider Lenit, Zek, Izet, i dashur kryetari i ardhshëm i Sarajit, Muhamet, bashkim kryetari i ardhshëm i qytetit Shkupit, funksionar të shumë, ministra, zavendës ministra, deputete, mirë mbrëma gjithëve. A e mbanin men atë forën me lista të veçanta për këshilltar komunal? A e mbanin men? Nja 3-4 muj në patën torturu, po dojmë listat veçanta në mënyrë që t'i prezentojmë kandidatët më të mirë për këshilltar komunal, në mënyrë që ta forcojmë demokracinë. Ku janë ata njerëz që flisnin ashtu para kamerave? Ata shku në fshen të blerim bexheti dhe nuk e di Riat Bashkim sa vende i kanë në atë listë. Një vend e paskën, faleminderit Bashkim. Pra nga 19 vende sa i kërkonin Saraj, e kanë një vend në listën e blerim bexhetit. Arben Taravari thoshte, hajde, shkojmë me BDI-n. Shkojmë, tha, me BDI-n, se Ali Ahmeti na jep 6 komuna. Tha, na jep Likovën, mere ti Likovën, zgjedhe ka dushman e kryetar. Tha, na jep Sarajin, edhe aty do jetë Bleranti, Tearca, na jep Strugën, na jep Gostivarin, Vrapshishtin e Kuedion. Ai plan ka dështu, sepse bashkimi, unë, Riadi, Cufi, e shumë bashkaktivistë të Aleancës për Shqiptarët, vendosëm të qëndrojmë në Vlenë dhe vendosëm të vazhdojmë këtë rrugtim që e nisëm së bashku para një viti e gjysë. Dhe plani për Sarajin, po se po ka dështuar. As që diskutohet kur shihet ky masivitet këto përkraje nga gjithë ju që Muhameti do jetë kryetari i ardhshëm i Sarajit. Dhe bashkë me listën e shkëlqyeshme për këshilltar, bashkë me bashkimin në qytetin e Shkupit dhe me përkrajen e qeverisë son, Muhameti me ekip do ta transformon Sarajin. Në Saraj, Muhamet edhe nuk kemi investuar shumë, nga ato 82 milion që i kemi vendosë si investimin komunat me shumicë shqiptare, Saraj ka ndarë një 5 milion. Saraj, për nga madhësia, për nga trupi votues, është komuna e 3 shqiptare. Saraj meriton shumë ma shumë dhe me fitoren tënde me 19 tetor, ky kontribut, ky financimi që qeverisë do të shumë fishohet. Do jetë shumë fish më i madh në mënyrë që të adresohen të gjitha problemet të cilët i paraqitet parafolësit. BDI, si që shihni në këtë fushat, po edhe në tërë këtë periudhë 15 mujore sa jemi në qeveri, vazhdimisht është marrë me temat mëdha, vazhdimisht ka sulmu, vazhdimisht ka shpif. Sigur se i kanë rregullu gjitha problemet. Ata thonë se me Vlenin po rrezikohet marrëveshja e Ohrit, po defaktorizohen shqiptarët, po rrezikohet gjuha shqipe, po rrezikohet përfaqësimi. Po e kanë mbyll ata përfaqësimin. Unë e di që nuk e kishim pas mbyll. Kur erdhëm pushtet, u dakordu me njerë dhe bashkë me Izetin dhe ekipët tona, sollëm ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat mrena vitit të parë të qeverisjes. Mrena vitit parë qeverisjes, punësuam 2300 shqiptarë në sektorin publik dhe avancuam rreth 700. Po të kishin qenë mbyllura këto çështje, nuk do kishim pas ne nevojë të avancojmë 700 shqiptarë. Po shqiptarët i gjetëm na për podrume, na për vende pune fyse për ta, kryesisht në pozitën e bashkëpunëtorit të ri, të cilën TANM e kemi eliminuar me ligj në kuadër të ligjeve për reformën e administratës publike. Nuk do ketë më shqiptar që punojnë në institucione si bashkëpunëtor të ri. Po hajde po i lëm temat e mëdha anash, sepse edhe aty nuk e kanë dëshmu vetën në asnjë nga shtyllat e marrëveshjes sorit. Po hajde të flasim për temat e vogla, temat si infrastruktura, si qerdha, si shkolla, si uji i pishëm, e gjitha këto çështje që u përmendën më herët, as këtu nuk kanë bërë asgjë. Bashkimi e përshkruajti shkëlqyeshëm situatën në komunën e Sarajit, në Likovë, prej nga Vijun, ku BDI është qeverisje për 23 vite, kemi po të njëjtat probleme. Ju e keni matkën, ne kemi pendën e Likovës, madje i kemi 2, po nuk kemi ujë të pishëm. Uji i pishëm na shkon nën kam, nën shtëpijet tona dhe furnizon Kumanovën me ujë të pishëm, ndërsa nxënësit tonë, siç mund ta keni pa në media, pinë ujë të helmuar me arsen. Pinë ujë të helmuar në arsen,
ani se BDI kishte ministrat e ekologjisë, disa prej tyre nga Kumanova, madje nga vet Likova, ku është Penda. Po nuk kanë qenë të interesum, nuk kanë qenë të interesum fare të rregullojnë këto punë, se kanë qenë të zënë duke bë miliona për vete, kanë qenë të zënë duke bë dallavera në për institucione, duke bërë hajnit pastër. Dhe këtë kanë filluan të paguajnë. Nja dy janë listën e zezë, amerikane, unë besoj që shumë shpejt në atë listë do u bashkangjitën edhe disa zyrtarë të BDI-s. BDI-a, e kam thonë edhe në tubime tjera, ka marë fund. Këtu nuk diskutohet më. Bujar Osmani flet për zgjedhjet parakoshme në mars, prill, po ai nuk e ka thonë datën. Unë ja u them me sigurinë më të plotë që në këto zgjedhje që vinë, koalicioni Vlen do fitoj bindshëm në çdo komunë me shumicë shqiptare dhe do vazhdojmë qeverisjen tonë në nivel qendror deri në fund në mënyrë që t'i lidhim pushtetin lokal me atë qendror dhe t'i zhvillojmë komunat tona, t'i kryjmë punë që i kemi nisur, të zbatojmë programin tonë qeveritar dhe premtimet që kemi dhënë para jush. Andaj me 19 tetor ju baj thirrje të gjithëve për krane listën që e keni para jush, votoni numrin 7 dhe Muhamet Elmazin për komunën e Sarajit, votoni Bashkim Bakiun për qytetin e Shkupit dhe miru pafshim me 19 për festu fitoren këtu në Saraj. Ju falemderit.